Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin në kanalin ton Rrëfime Jete për t'u kthyer edhe një herë tek një rast që në fakt për vite të tëra po na trishton të gjithëve. Unë kam premtuar gjithmonë që do të rikthehem rastit të Bleona Matës derisa Bleona dhe nëna e saj zonja Bukurie të bëhen bashkë me njëra tjetrën. Unë besoj tek ndjesia e nënës. Një nën, ju jeni të gjithë nëna vetë. Tani mos flas si gazetar, po të flas sikur po bëj muhabet me ju. Ju jeni të gjithë nëna vetë dhe ju shumë bukur e dini atë ndjesin që keni për fëmijën. Ju e dini kur fëmija është në siklet, ju e dini kur fëmija është në një situatë keqe, ju e dini kur fëmija është i lumtur. Nëna i ndjen këto gjëra. Do të thënë i kanë emocion dhe në asnjë mënyrë nuk mundemi të themi që zonja Bukurie e ka të gabueshme që po e kërkon vajzën e saj. Ajo po e kërkon sepse po e ndjen që e ka gjallë dhe unë dua ta përgëzoj dhe dua ta falenderoj për këtë guxim, sepse ka nëna që kanë bërë fëmijë, i kanë lënë në përjetimore dhe nuk i kanë kërkuar më dhe nuk kanë vazhduar t'i kërkojnë, nga që kanë patur frikë rreth thanat e jetës, kanë patur frikë mos shkatrojnë familje që kanë ndërtuar, kanë patur frikë gjithçka. Ndërsa zonja Bukurie me të gjithë forcën e saj, me të gjithë forcën e një nëne, ajo nuk ndalon së kërkuari të bien, ajo nuk ndalon së kërkuari për të ardhmen e vajzës së saj dhe dëshiron në të gjitha dimensionet që të kupton një të vërtet se çfarë po ndodh dhe çfarë po bëhet me të bien e saj zonjushën Bleona Mata. Së fundmi i ftuar në radar, advokati i zonjës Bukurie ka treguar të gjithë procesin, të gjithë situatën se çfarë po ndodh me familjen e Bleonës. Advokati nënës së Bleona Matës ka deklaruar se kërkimi për zbardhjen e fatit të vajzës nuk është ndalur në asnjë moment. Sipas tij, nëna e Bleonës vazhdon me vendosmëri dhe pa u dorëzuar për të kërkuar të vërtetën e madhe, duke ndjekur çdo mundësi ligjore dhe çdo informacion që mund të ndihmojë në sqarimin e kësaj çështje. Advokati bën me dije, dëgjoni mirë, se së fundmi është angazhuar një rrjet privat kërkuesish, i përbërë nga specialistë që punojnë për mbledhjen e verifikimin e informacioneve të reja. Sipas tyre, ky grup ka ndërmarrë hapa konkrete në drejtim të hetimeve dhe po analizon të dhëna që sipas pretendimeve të tyre mund të kenë rëndësi për ecurinë e çështjes. Ai shton se nëna e Bleonës mbetet e vendosur që rasti të mos harohet dhe që institucionet përgjegjëse të shqyrtojnë çdo provë apo çdo informacion të ri që mund të dalë në dritë. Për këtë arsye, sipas advokatit, po përgatitet edhe paraqitja e materialeve pranë spakut me synimin që të vlerësohet nëse ka bazë për veprime të mëtutjeshme hetimore në përputhje me ligjin. Qëllimi ynë është kjo çështje të trajtohet me seriozitet maksimal dhe të bëhet gjithçka e nevojshme për t'u arritur e vërteta e madhe. Nëna e Bleonës nuk do të ndalet kurrë së kërkuari drejtësinë për vajzën e saj dhe shpreson që çdo institucion kompetent të jep kontributin e vet për zbardhjen e plotë të këtij rasti, është shprehur advokati. Duhet theksuar se pretendimet e mësipërme përfaqësojnë deklarimet e advokatit dhe nuk përbëjnë fakte të konfirmuara nga autoritetet. Tani, nëna e Bleonës, është jashtëzakonisht e zhgënjur dhe ka shumë të drejtë të jetë e zhgënjur nga institucionet. Unë e kuptoj, emisionet televizive kanë bërë punën e tyre dhe kanë qenë e vetmja derë në fakt e hapur për zonjën Bukurie. Se po të mbeteshte tek institucionet, më besoni që zonja Bukurie do t'ishte harruar fare si çështje, sepse institucionet tashmë na kanë bindur që kanë vetëm një interes të vetëm. Interesi i tyre është korrupsioni, nuk është interesi as që është humbur Bleona, as që zonja Bukurie po e kërkon gjatë gjithë jetës vajzën e saj, një nënë e cila thot unë e kam parë, kam fakte, shkon me faktet, është kjo, të cilat e kanë marrë nga shtëpia. Okej, në rregull, policia në ato vite i ka marrur në pyetje, po policia
shoqëria duhet të vazhdoj ta hetoj këtë rast, jo vetëm të merr në pyetje dhe të mbyll çështjen dhe ta shpallë si të humbur, domethënë vajzën në fjalë. Zonja Bukurie ka premtuar edhe publikisht, domethënë edhe në televizionin Top Channel, edhe tek gazetarja e nderuar Odeta Dume që unë edhe në mënyrë private do ta vazhdoj këtë çështje sepse kam gjetur në një rrjet të fortë për vazhdimin e kërkimeve. Është përdorur shumë si rast dhe mua më vjen shumë keq, por unë apeloj me zë të lartë dhe ne në fakt duhet ta apelojmë të gjithë, tek të gjithë shqiptarët, të cilët tashmë mund ta njohin Bleonën, domethënë sipas inteligjencës artificiale, inteligjenca artificiale na dhuron një fotografi deri diku se si mund të duket fotoja e saj, se si mund të jetë fytyra e saj, se sa ndryshime mund të ketë patur etj etj. Nëna e Bleonës ka nevojë për të. Ne duhet të jemi të gjithë së bashku, ne duhet të ngrihemi të gjithë së bashku, ashtu siç ngrihemi në protestë, duhet të ngrihemi të protestojmë edhe për Bleonën sepse me vite të tëra kërkohet. Sido që tjetë e vërteta, qofte ka shitur babai i saj, qofte ka shitur halla e vet, sido që tjetë e vërteta, kjo e vërtet duhet të zbardhet, sepse tmeri, sipas logjikës time dhe po e flas me zë të lartë, jeton në familje, nuk mund të jetë tmeri jashtë, sepse po të ishte tmeri jashtë, deri më tani do të ishte gjetur, Tani ne ndonjëherë na dhimbset kur e humbim një mace, ngrihemi e gjithë shtëpia për ta kërkuar atë mace sepse i kemi dhënë bukën. E jo kjo familje të mos të ngrihet në këmbë për ta kërkuar të bien e tyre, për të kërkuar një qenie, për të kërkuar një njeri. Domethënë një njeri që e ka rritur. Mua kjo më duket shumë e çuditshme. Andaj apeloj të këtë gjithë për t'i ndihmuar zonjës Bukurie, ne duhet t'i ndihmojmë asaj. Ajo ka nevojë për ne, sepse institucionet nuk po bëjnë fare punë. Realisht, këtë gjë duhet të ta kenë mbaruar institucionet vite e vite më herët. Domethënë të kishte një fakt, të kishte një lajm, sido që të ishte e vërteta, ajo nënë e pret të vërtetën e saj. Dhe për këtë gjë, unë e përgëzoj dhe advokatin për punën e pandalur që po bën, domethënë rastin e Blona Matës do ta merr në dorë edhe Spaku dhe ne besojmë tek e vetmja drejtësi në Shqipëri që është Spaku për ta zbardhur këtë çështje dhe për t'i dënuar qoftë edhe me burgim të përjetshëm këta njerëz të cilët e shkatëruan jetën e këtij ëngjulli, të kësaj vajze që pretendonte në ëndra fëmijësh dhe sot nuk i dihet se ku është, domethënë dikush thotë është në Gjermani, dikush thotë është në Austri, dikush thotë është në Greqi, dikush thotë është në Vlorë, dikush thotë është në Maqedoni, domethënë është bërë një kolaps i madh për Bleonën sikur kjo Bleona të jetë zhdukur në ndonjë tokë tjetër, domethënë aq shumë po e mbajnë të mbyllur këtë histori dhe këtë rast. Andaj unë apeloj që të gjithë domethënë të shpërndani videot e këtilla. Nëna Bukurie ka nevojë për ne, Bleona ka nevojë për ne. Unë e di që Bleona e kërkon nënën e saj. Ndjesia nuk është gënjeshtër. Di shumë raste të tilla që nënat i kanë parë fëmijët në ëndër që i kanë gjallë dhe janë ngritur, i kanë kërkuar dhe i kanë gjetë. Zoti të jep shenja, ne besojmë në Zot. Andaj le ta ndihmojmë pafund zonjën Bukurie Mata.